Përshëndetje miq të dashur. Shkojnë me videon e radhës Hikmet e Bajrami. Ajo që theke, për mua nuk është problem lista serbe, po është Albin Kurti. Edhe pas ka bo farë debatin në parlament, gjëja për me votu bugjetin. Edhe kjo kundër, në më thonë, edhe LDK-ja komplet kundër, PDK-ja, AK-ja, sepse i kanë lyp 3 ditë me rishiqu. Këshe këta nuk e kanë bo mirë, këshe këta kanë vjedh, edhe do të me ditë ku që ishtek. Po mi që dashër shkojna me videon, edhe të diskutoj së bashku. E shpjegove arsyen e urgjencës sot, po të kërkohen 3 ditë për me analizu ligjin e bugjetit A i kujtohet kjo miq? ligjin i cili është ligji më i rëndësishëm brenda një vitit kalendarik. Qëre mirë. 3 ditë po kërkojmë kohë. E vetmi arsye për cilën neve na shkon mendja është që ju po kërkoni që t'i shmangeni debatit në seancë. Për ndryshe sa i përket diskutimit në komisione, sa i përket paraqitjes së amendamenteve, ne e dim shumë mirë. Ju jeni ministri i financave prej vitit 2021. As një amendament i deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës nuk ka kalu. Ka kalu një... A dim pse o Mishteria Sërbis, sepse ti me jeme listën sërbe, se ki problem, për këtë arsye po thomë sepse e meriton, jo për të rësen, vetëm që e meriton. E dyta, po ju si keni votu, ju s'keni dash me bashkëpunu me Albin Kurtin. Mu për veti, one me konë në vend tonin, mu më kish artë mare, me dalë atë dhe me folë, me prulli dëkën, në 13 deputet, edhe me dhonë dërheqe, edhe me dalë aty, kishe one, po bëjt diqka, kishe one, po luftoj për besu, nuk e di ku ki aftëthirë. Nuk bon kështa. O i zoje, nuk bon. Sepse, për me dalë, me kritiku dikon që din, do është me ditë ti mas pare. Po ti ajo një që nuk din, sepse e ke pru në 13%, e ke pru LDK-n, në mund 13 deputet. Atëre, si po mendon ti, ka të regom, që po mendon ti me nësu dikon? Ti po i kërkon 3 ditë me shqirtu bugjetin. Kjo është tavan, bjerën poshtë dhe qëkoj. Edhe zdin, qështori, edhe lyps, edhe zgës. Hajde, Hikmet e Bajrami, hajde. Nuk më atë kështu parlamenti. Edhe po më dogot nuk pas këtë më ledhë me në bollë. Po, musu apit një, se popli ju dënën. Prap. Shkojna miq. Një amendament i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili asnjëherë nuk është zbatu. Kjo është historia sa i përket komisioneve dhe amendamenteve. Nuk keni mundur t'i reflektoni. Qysh më zbatu, kur s'ka pas qeveri të tyre. Për ke pa kryt të që më folë. Shkojna miq? Një ministrit, sepse ditën kur është paraqit kabineti është për cilë. Me 28 dhjetore keni ditë që i keni fitu zgjedhjet. Do të thonë ju nuk e keni ditë për bamjen e kabinetit deri në ditën kur janë votu ministrat. Kjo me të vërtet tregon shumë për vizionin dhe planifikimin e juj dhe ato çka ju dëshironi me bë me taksat e qytetarëve. Po ty ku po të intereson? Ti pse do më bo zot shpije? Këta i bojnë kur do në qeverin, që ndonë kërministër e qesin, që ndonë deputet e qesin, puna ty në është, që ka kiti me këto? Qfar ditë e bojnë? Së për të këptoj, ku për të dhamë? Për besë jo, shkojnë amish? Të këti vendi dhe me zhvillimin e këti vendi. Do të të keni dikasterët e cilave sot nuk ja u deni bugjetin. Si ka mundësi që një minister që është i ullën aty, që po e shaf zotin Jakgjiu, i di objektivat për ministrinë e ti, kur aj në fakt nuk e din sot sa ka bugjetin për maldra, sa ka bugjetin për investime, sa ka bugjetin për subvencione.
nuk e Nis ka kjo ditë që me nëna s'ka dinaj. Në fakt ai nuk ka buxheto, nuk ka kod buxhet. Po kanë po do më mësu të oj zoj, që ti ke pru blëdëkën 13%, po s'kitet me folve, mund kish artë tërp me fol. Mos fol se s'din. S'din. S-D-I-N. S'din. Këtë mundohesh. Njëjtë është edhe me ministrin Basha dhe plot ministra të tjerë. Do me thënë, jo, faktikisht nuk e keni idenë se çfarë do bëni, siç nuk e keni pasur që 5 vitet e kalume. Nuk e kanë idenë 51%, se pasën idenë. Mirë e ki, Allah të kohët. Vazhdo se mirë e ki i këmete. Bravo të kohët. Veç mos gabo me arru dhe lisë sërbe. Respekt, vazhdoni. Mos u mundoni ta keqpërdorni mirësinë tonë që votuam 5 marrëveshje. Ti, ku i la 2 milion? Qa me kesh përdore? Ndërkombëtare sot. Ju i nderu ministër e keni numrat me kalu ligjin e buxhetit, sepse ligji i buxhetit kalon me shumicën e thjeshtë. Numrat i kanë sepse jam mundësut jo. Jo jam mundësut, opozita. Që si opozitë donë Albin Kurti. Sikur të kishit bashkëpunu ma ere, nuk kish pas 57 deputet, pa 47. Kështu që të tërhere, me me. Ajo që ka po kërkoni sot, është që po kërkoni të shmangëni debatit. Edhe shmangja sot nga rregulloria kërkon 2/3 e deputetëve që janë prezent, që po shpresoj shumë që nuk i keni. Ne dëshirojmë që të kemi debat dhe t'ju tregojmë që të... Shpresoj lutet që mos i pas me votu bëgjetin, miqtë e dashur. Edhe prapë s'ka në bëgjeti, deri në tonën. Që çfarë njerëz janë, që çfarë shpirta kanë. Që një vjet e kusur s'kanë votu, edhe prapë po vazhdojnë me avaz të moqëm. Hajt. Tarëve të Republikës e Kosovës se si qeveria juaj ka planifikuar që t'i shpenzoj taksat dhe shpenzimet e tyre. Ne dëshirojmë t'ju themi atyre që po ata kanë shtesa, po ata e kanë superpunën, por çka me deponit e mbeturinave? Mas pari, do të me hongër. 2, do të me punu. Tani vinë tjerat. E dyta, ju s'ka keni bo për deponin. Ajo sot u bo qeveria, sot po dali me pastru bërlogë që ta, jo, pëse gut, ka dalë, tranquilo, thoi spanjol, tranquilo. Shkojnë në miqë. Çka me një deponit e mbeturinave në komunën e Pejës, Ta që ka rarë majnë sonë. cila ka pasoja epidemike, dhe ju nuk e ndoni as një cent buxhet. Muni me ble vota, sa herë që ka zgjedhje, mirë po neve na duhet trajtim cilësor. Qërës farin një ronde, muni me ble vota të të soher doni. Ta mërmenja, me ngu këta, që ta ka pru le dëkën 13%, me ngu dikush të të valani me pas ka ble Albin Baba votat. Jo, vota alon për zemrës, jo prej pareve, jo me pare. Popë dhe nuk shitet. Ju jeni ata që keni ble. Ju jeni ata që i morët atë juve lek. Por jo vëveja. Vëveja është 51%, oj zoj. Mos harro. Nuk mund është me shqit rana dhe lavere, keni shqit bol. Në kamu, orë dhe Albin Baba. Edhe sajnë pa i votu, nuk keni qare. Ate që është qare s'keni pa i votu. Shtë ma mirë, mos hup një vakt, se dënoni për këtë punë, për ju kalëzoj. Këta po thonë unë nga une, për diasporës, popli atje vendos vetë, po ne besoj që edhe popli e ka këtë mendim. Mos vanoni, votoni, se për ndryshe gaboni. Mirë të dashur, kjo ishte video për sot, mirë po shumë video të radhës. Kush ka mundësi në followerës, ne subscribe, ne follow, javdi shumë për falmerës. Zoti rujtonve, pozit e opozit.